27 vjet më vonë, jam shumë i lumtur që NATO-ja bëri atë fushat ajrore. Nuk ka qenë lehtë as të arrijë konsensusi për ta bërë një gjë të tillë dhe operacioni ushtarak ka qenë i vështirë dhe i komplikuar, siç e dini secili në Kosovë. Por 27 vjet më vonë, unë mendoj se ishte gjë e duhur për ta bërë. Ishte e nevojshme, politikisht e justifikueshme, moralisht një intervenim i justifikuar. Ishte një intervenim i nevojshëm për të ndaluar një katastrofë humanitare në Kosovë dhe nëse shikoni historinë e 27 vjeçarit të fundit, intervenimi ka rezultuar me Kosovën që u bë shtet i pavarur, jo perfekt, por së paku këta 27 vjet, kosovarët e kishin një mundësi të jetojnë në paqe, në liri dhe mund të shkojnë në shtrat gjatë natës pa u friksuar se forcat serbe do t'i shelmojnë dyert e tyre apo t'u vendosin zjarrin shtëpive të tyre. Mund të votojnë në zgjedhje dhe vendi ka bërë shumë progres. 27 years on, when I look at all of the conflicts that we Kështu që 27 vjet më pas, kur shikoj të gjitha konfliktet që kishim në këtë periudhë, kishim Afganistanin, Irakun, Libanin, sot kemi Iranin, Ukrainën. Të paktën Kosova ishte një tregim suksesi, jo më shumë tregime të sukseseve, por një tregim suksesi, i një intervenimi të suksesshëm që shpëtoi shumë jetë dhe që bëri që Kosova të jetë e lirë edhe që solli një rajon më paqësor dhe më stabil. If I would ask you more in a personal Nëse do t'ju pyesja në terma më personal, cila ishte ndjenja që kishit ju më 24 mars të 1999-s, që lufta do të përfundonte së shpejti, apo se do t'ju duheshin trupa toksore për ta shtliruar Kosovën? Well, nobody knows. Let's be honest. When you launch a military operation, you never know what's going to happen. Will it be long? Will it be short? Askush nuk e di këtë gjë. Të jemi të sinqert, kur e nis një operacion ushtarak, nuk e di kurrë se çfarë do të ndodhë, se a mund të jetë i gjatë apo mund të jetë i shkurtë. Ju e dini se armiku juaj Slobodan Miloševići mund të bëjë jetën tuaj të vështirë dhe natyrisht kjo ishte çfarë Miloševići u përpoq ta bënte. T'ia bënte jetën më të vështirë NATO-s. The Milošević, but at the same time you know that things are going to go wrong, military operations. Në një mënyrë, si përfundim, ju e dini se do të keni sukses, sepse NATO-ja ishte natyrisht shumë e fuqishme se sa Miloševići, po në të njëjtën kohë, gjërat në fund mund të shkojnë edhe gabim. Operacionet ushtarake gjithnjë marrin me vete gabime, siç e dim edhe se do të ketë ditë të mira, por edhe ditë të këqija dhe se ju duhet të vazhdoni tutje. Por në anën tjetër, unë kam parë se si NATO-ja ka provuar diplomacinë, mënyrën pasore të zgjidhjes së krizës. Ne shkuam në Rambuje me serbët, me kosovarët dhe provuam të gjenim një kompromis që do ta bënte luftën të panevojshme. Por pas janarit të vitit 1999 dhe masakrës së Reçakut dhe refuzimit të paqes së Rambujes nga ana e serbëve, unë bëra pesimist dhe u binda se Miloševići donte një zgjidhje të dhunshme dhe kështu që pavarësisht të gjitha komplikimeve dhe të panjohurave, intervenimi ushtarak i NATO-s nuk kishte alternativë tjetër. Pa i sot kush e di? Nëse jam i sinqert, është një pyetje shumë e vështirë. Kur u pata bërë zëdhënësi NATO-s, mu këshillua që kur të mos u përgjigjesha pyetjeve spekulative apo pyetjeve hipotetike, sepse kush e di se çka do të ndodhte. Por natyrisht nuk jam më zëdhënësi NATO-s, jam një akademik dhe një qytetar privat dhe mund të jap opinionin tim. Po, sot është krejt tjetër momentum. Le të flasim hapur për këtë gjë. Shtetet e Bashkuara nuk janë aq të përfshira në NATO, siç ishin. Nuk janë aq të përkushtuara sa ishin atë botë. Lufta në Ukrainë ka lënë të kuptohet se NATO-ja është rikthyer te mbrojtja kolektive në lindjet e Evropës dhe te misioni i saj që ka pasur që nga fillimi. NATO-ja e la Afganistanin, tash po tërhiqet nga Iraku, nuk qëndroi në Libi. Prandaj Kosova është një rast përjashtimi me KFOR-in, që është aty 27 vjet. KFOR-i është misioni më i gjatë i NATO-s në historinë e saj, më i gjatë se në Afganistan, më i gjatë se në Bosnjë e Gjetiu. Kështu që ju mund të keni të drejtë. 1999 ishte një momentum unik politik, kur ruset ishin të dobët, kinezët ishin neutral në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kur amerikanët ishin më të përfshirë. E dini, ne kishim përgjegjësi për të mbrojtur nocionin se duhet të intervenonim për të ndaluar spastrimin etnik. Siç e thatë edhe ju, askush s'donte ta kujtonte Bosnjën me edhe atë që ndodhi atje. Prandaj, nganjëherë duhet i kapim momentumet historike kur ato vinë para se të mbyllet dritarja për to, sepse po ta humbnim momentumin, ndoshta duhet të presnim edhe një shekull që të rikthehet mundësia e njëjtë. Jam i lumtur që të paktën më 1999, kur mundësia ishte, NATO e kapi këtë mundësi, por sot ju keni të drejtë kur thatë se sot jetojmë në një botë më mizore dhe
dhe më të vështirë se sa një botë me optimiste në vitin 1999. Back in 1999. Serbia nuk kërcënohet nga askush. Jo, mendoj se bashkëpunimi i sigurisë mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë është për çështje të përbashkëta sikurse zjarret në pyje, kërcënimet mjedisore, pandemitë sikurse e pa me Covidin dhe u duhet bashkëpunim të sigurisë për ta ndihmuar njëri tjetrin. Kjo dhe ka ndodhur në regjion, veçanërisht me zjarret e egra gjatë verës, me vërshimet, me situata të motit ekstrem, katastrofave natyrore apo tjetër gjë. Ne nuk duhet i shohim forcat ushtarake vetëm duke bërë luftra të mëdha dhe nuk aleancën që të jetë armiqësore ndaj Beogradit në asnjë mënyrë. Mendoj se Beogradi duhet të bashkëpunojë në këtë formë të bashkëpunimit rajonal dhe do të ishte edhe si masë e rritjes së mirëbesimit. E sa për Serbinë, po ajo shpenzon më shumë në ushtri se sa kërkohet, duke pasur parasysh faktin se askush nuk po e kërcënon Serbinë në këtë moment. At the moment. That's not what their president said. Kjo nuk është ajo çfarë thot presidenti i Serbisë, zoti Shej. Presidenti serb Aleksandar Vučić së fundmi ka thënë se ai friksohet se mund të sulmojnë fqinjet e tij. Yes, I understand that, but as I've said, everyone is entitled to their own opinion, but everyone. Po e kuptoj këtë, por e dini, siç e kam thënë, secili ka të drejtë të ketë opsionin e tyre, por jo secili ka të drejtë të ketë faktet e tyre, dhe faktet nuk e vërtetojnë këtë pikë vështrimi të Vučićit. Slowly, it's getting a lot of investment from the Serbia nuk kërcënohet nga askush, është në proces të bashkangjitjes në Bashkimin Evropian, ndose ngadalë, po thith shumë investime nga Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe ka një partneritet për paqe me NATO-n. Madje edhe kryen ushtrime të përbashkëta me NATO-n, ani pse presidenti Vučić nuk e përmend këtë shpesh publikisht. Facing a large external threat is simply not true, and again if you look at the Kështu që idea se Serbia është sikurse Ukraina duke u përballur me një rrezik të madh të jashtëm, thjesht nuk është e vërtetë. Përsëri po e them, nëse shikoni protestat e mëdha gjatë vitit të kaluar në Serbi, njerëzit nuk po kërkojnë nga qeveria të shpenzojë para të panevojshme në aeroplan rus, kinez apo raketa. Ata thjesht po kërkojnë të përmirësohet infrastruktura, shërbimet publike, arsimi pas të gjitha atyre të shtënave në përshkollat që kemi parë. Kjo është çfarë njerëzit e Serbisë duan dhe natyrisht nëse qeveria e Serbisë nuk ofron çfarë njerëzit duan, atëherë mendoj se qeveria do të zhduket më parë se sa do të zhduken njerëzit.